Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë sot se hapja e rëndësishëm për sundimin e ligjit në Kosovë është nxjerrja e kodit penal. Këto komente i pari i vendit i bëri pas takimit në Këshillin Kombëtar kundër korrupsionit, ku me çrast u shpreh se që nga dita e parë që ka marrë detyrën e presidentit, ai ka inkurajuar institucionet për të bërë një rishikim të drejtës penale. Sipas Thaçit, me këto rishikime nuk do të lejojë kandidimin në zgjedhje i zyrtarëve të akuzuar për vepra penale të korrupsionit. Thaçi tha se institucionet e vendit kanë arritur rezultate të prekshme në sundimin e ligjit, por ende ka sfida përpara. Mes tjerash, presidenti Thaçi ka inkurajuar qytetarët që të kenë besim tek institucionet e zbatimit të ligjit dhe drejtësisë. Sipas tij, statistika dëshmojnë për rezultate të prekshme në hetimet të rastit të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Duke folur në këtë fushë, Thaçi ka thënë se Kosova ka bërë më shumë se çdo vend tjetër në rajon në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Besimi qytetar se institucionet përgjithëse po bëjnë punën e tyre në parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit do të reflektohet pozitivisht në raportet e organizatave ndërkombëtare si Transparency International. Sepse në mungesë të indikatorëve makro, këto vlerësime bazohen kryesisht në perceptime dhe shpeshherë mund të mos jenë në koherencë me zhvillimet pozitive në shtetin. Parandalimi dhe luftimi i korrupsionit është kusht i pashmangshëm, jo vetëm në integrimet euroatlantike, por edhe në krijimin e një klime të sigurt për investime. Ndërsa kryeministri i vendit Isa Mustafa ka folur në lidhje me luftën ndaj krimit dhe korrupsionit në Kosovë. Sipas tij, për aq sa është punuar në këtë fushë, po aq janë perceptimet për prezencën e korrupsionit në vend. Mustafa po ashtu ka kritikuar edhe raportin e Transparency International, i cili sipas tij mund t'i ketë dy fytyra për Kosovën. Mirë nga vendet e tjera në rajon se përket kurzimit qytetarëve me korrupsion. Dhe dyta si qytetarët e Kosovës e shohin korrupsionin si problemin më të madh dhe se institucionet nuk bëjnë as sa duhet për ta luftuar korrupsionin. E për mos liberalizimin e vizave, Thaçi e Mustafa kanë vënë kritika drejt Bashkimit Evropian, që po e lën Kosovën si vendin e vetëm në Ballkan pa vizë.